Qendra CEDI po zbaton projektin Të Ardhmja, njohim dhe promovojmë të drejtat themelore, me mbështetjen e Agjencisë për mbështetjen e shoqërisë civile. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i njohurive të rinjve dhe fëmijëve mbi të drejtat themelore dhe nxitja për pjesëmarrje në vendimarrje. Në këtë kuadër, qendra hartoi broshurën Të drejtat dhe lirit në praktik, si dhe zhvilloi 6 sesione informuese në qytetet e Pogradecit, Gjirokastrës, Elbasanit, Beratit, Përmetit dhe Shkodrës, ku u informuan të rinj për drejtat e tyre themelore, rëndësinë e angazhimit dhe vullnetarizmit, si dhe mënyrat e vendosjes në lëvizje të institucioneve që mbrojnë këto të drejta. Me fokus në aktivizmin e të rinjve për të kërkuar të drejtat e tyre dhe denoncuar në raste shkeljesh, qendra CEDI organizoi 6 trajnime, 2 ditore, me të rinjt e këshillave vendor rinor dhe të rinj të tjerë në qytetet e përzgjedhura për zbatimin e projektit. Të rinjt e Pogradecit, Gjirokastrës, Elbasanit, Beratit, Përmetit dhe Shkodrës nxitën mendimin kritik, formulimin e problematikave komunitare dhe ju dhanë zgjidhje potenciale atyre nëpërmjet zhvillimit të debateve mes njëri tjetrit. I japim zë të rinjve, ata janë e ardhmja.